Të tyre kryebëkorë shtetit Zoti Besim Kelmani, të nderuar anëtarë të Këshillit Përfajal, të nderuar përfaqësues të media dhe shoqërisë civile, të nderuar përfaqësues të partnerëve ndërkombëtar të panishëm këtu në sallë. Mirë se keni ardhur në takimin e 266 të Këshillit Përfajal të Kosovës. Fillimisht me lejoni të konstatoj quorumin. Jemi prezent gjithë, jemi 19 anëtar. Atë me këtë rast konstatojmë se ka quorum për mbajtjen e takimit, hap takimin e 266 të Këshillit Përfajal të Kosovës. Të nderuar anëtarë të Këshillit, ju keni marrë agjendën me materialin për 17 pikat e rendit ditës. A ka kush dëni propozim tjetër lidhur me rendin e ditës? Nëse jo, po puno. Vetëm një kërkesë të cilën unë e kam përcjellë te ju si kryesues është kërkesa e TV-s ose bashkëshortës së ish kryeprokurorit të shtetit, Ismet Kabashi, për realizimin e kërkesës. Ajo ka shku që është edhe drejtori, këtu ka shku në tyre ligjore, dhe është takimin e radhës të në rregull, faleminderit. është nevojshme të paqes. Vetëm unë kam pas të bërë. Sa i përket me një material, një letër që është ju ka shpërndarë, sot do të diskutohet të ndryshme, ta them. Po, edhe për çfarë ose bëhen nderuari kryesues, nderuar të pranishëm. Të gjithë kolegët e kanë përpara një kërkesë që ka ardhur nga për angazhimin në procesin mësimor, që ka ardhur nga kryeprokurori i apelit Agron Bajram, ndaj kisha kërkuar që kjo njëjta të trajtohet tek të ndryshmet, nëse pajtohet pa dek. Po, pajtohem atëre për hujë votim rendi i ditës me këtë propozimin të ndryshme do të diskutohet. Kush është për miratimin e këtij rendi i ditës? Kundër abstenimi nuk ka, atëherë konstatojmë se me 11 vota për miratohet rendi i ditës. Kalojmë pikën e dytë. Ju e keni marrë proces verbal e takimit 265 të Këshillit Përfajal. A ka kush dëni vërejtjen në atë proces verbal apo për diskutuar lidhur me atë proces verbal? Si shpeshon nuk ka, atëherë votim kush është për miratimin e proces verbalit? Kush është kundër? Abstenim nuk ka, atëherë konstatojmë se me 11 vota për miratohet procesi verbal takimit 265 të Këshillit Përfajal të Kosovës. Faleminderit, kalojmë në pikën e tretë të rendit ditës. Këtë pikë të rendit ditës e kemi parë diskutimin për planin strategjik dhe planin e veprimit për sistemin përfajal për vitet 2025-2027. Siç që dini, kemi pasur në takimin e kaluar dhe kemi për shkaqe të njohura tash kemi shtyrë për këtë takim dhe kemi kompletuar dhe fjalën për ta prezantuar kalon zanës kryesuese të Këshillit Përfajal zonës Jona Gantolla, e cila ka qenë edhe profesor e grupit të mësues. Unë zanëse. Faleminderit të nderuar kryesues, të nderuar ushtrues të detyrës së prokurorit të shtetit, të nderuar kryetarë të komisioneve të Këshillit Përfajal, të nderuar anëtar, kolegë, prokuror dhe jo prokuror, të nderuar drejtori i sekretariatit, të nderuar të pranishëm partnerë ndërkombëtar dhe ju të tjerët në këtë sallë. Kam nderin dhe kënaqësinë që të prezantoj planin strategjik të sistemit prokurorial për vitin 2025-2027. Siç e dini, ashtu siç jeni njoftuar edhe në takimet e kaluara, Këshilli Prokurorial me datë 1 bosh 2024 ka nxjerrë vendim me numër 8/2024 me cilën ka themeluar grupin punues për hartimin e planit strategjik dhe planit të veprimit për vitin 2025-2027 për sistemin prokurorial. Në këtë plan strategjik është punuar shumë dhe finalizimi i planit strategjik dhe planit të veprimit është një hap i rëndësishëm dhe një dëshmi e angazhimit tonë për të krijuar një sistem që është efikas dhe transparent. Procesi i hartimit deri në finalizimin e këtij plani strategjik ka qenë rezultat i një bashkëpunimi shumë të ngushtë me të gjithë aktorët tanë, partnerët ndërkombëtar. Andaj më lejoni që fillimisht të falenderoj fillimisht ambasadën amerikane, të cilët kanë treguar gatishmëri për të ndihmuar sistemin prokurorial në hartimin e këtij plani, duke angazhuar edhe ekspertën amerikane, e cila ka qenë prezant me neve në punëtoritë e organizuara bashkë me Këshillin Prokurorial, zonja Atenil, të cilën e përshëndesim nga këtu dhe falenderojmë edhe një herë për kontributin e jashtëzakonshëm të cilin e ka dhënë në hartimin e këtij plani. Gjithashtu dua të falenderoj edhe ekspertën tjetër, Benina Kusari, e cila bashkë me këtë ekspertë kanë dhënë kontributin e tyre në hartimin e këtij plani dhe kanë punuar në ngushtë me grupin punues.
Dhe gjithashtu dua të falenderoj edhe partnerët tjerë të cilët kanë dhënë kontribut, siç është Zyra e Bashkimit Evropian, të cilët dua t'i falenderoj në emrin tim personal dhe në emër të grupit punues për gjitha propozimet dhe gjitha rekomandimet të cilat i kanë dhënë në hartimin e këtij plani. Dhe me këtë plan duhet të theksohet se sistemi prokurorial synon të ofrojë publikut dhe aktorëve tjerë njohuri mbi qëllimet strategjike që sistemi kërkon të arrijë gjatë 3 viteve të ardhshme me synimin për të arritur vizionin për një sistem profesional, llogaridhënës, të qëndrueshëm, të paanshëm, efektiv, efikas dhe me etikë të punës. Të nderuar të pranishëm, më lejoni që në pika të shkurtra të prezantoj edhe planin strategjik dhe planin e veprimit. Plani strategjik i sistemit prokurorial për vitin 2025-2027 paraqet kornizën kryesore të planifikimit të politikave për menaxhimin e sistemit prokurorial të Republikës së Kosovës. Plani ka për qëllim zhvillimin dhe përmirësimin e funksionimit të sistemit prokurorial, duke garantuar ndjekjen e procedurave të drejta dhe efikase në trajtimin e çështjeve ligjore. Ky plan është një përpjekje e rëndësishme për të siguruar një sistem prokurorial të funksionojë në përputhje me standardet ndërkombëtare të drejtësisë, si dhe për të mbrojtur të drejtat e qytetarëve të Kosovës. Mandati kushtetues dhe ligjor i Këshillit Prokurorial dhe Prokurorit të Shtetit synohet të arrihet përmes 3 shtyllave strategjike të cilat janë parafuar në këtë plan. Shtylla e parë ka të bëjë me forcimin e sundimit të ligjit, shtylla e dytë efikasiteti në luftimin e krimit dhe shtylla e tretë transparenca dhe çështja në drejtësi. Sa i përket shtyllës së parë, forcimit të sundimit të ligjit është ndarë në 3 objektiva, të cilat përmbajnë 10 strategji, përmes të cilave do të arrihet një sistem profesional i pavarur, transparent dhe llogaridhënës që është gur themel për sundimin e mirëfillt të ligjit. Mbikëqyrja efektive dhe përgjegjësia në ushtrimin e detyrave dhe funksioneve publike të gjithë punonjësve të sistemit prokurorial pa dallim ndihmojnë për të siguruar që ky sistem të qëndrojë besnik qëllimeve dhe vlerave të tij. Sistemi prokurorial do të vazhdojë angazhimin që publiku ta shohë sistemin si objektiv, të paanshëm dhe të mbrojtur nga ndikimet e padrejta. Sa i përket shtyllës së dytë, që është luftimi i krimit, është ndarë në 5 objektiva dhe 13 strategji, përmes të cilave do të arrihet një sistem efikas që përbën një garanci thelbësore për ruajtjen e sundimit ligjit dhe sigurimin e gjykimeve të drejta. Sistemi prokurorial do të punojë në bashkëpunim të ngushtë me institucionet e tjera ligjzbatuese, vendore dhe ndërkombëtare, duke siguruar një çartje të koordinuar për të luftuar aktivitetet kriminale. Sistemi prokurorial po ashtu synon një mbështetje të qëndrueshme dhe çartje më të lehtë për viktimat. Si rezultat, sistemi prokurorial edhe përmes kësaj strategjie ka prioritizuar luftimin ndaj veprave të caktuara, pa përjashtuar ngritjen e efikasitetit të sistemit në tërësi. Sa i përket shtyllës së tretë, transparenca dhe çastja në drejtësi është ndarë në 2 objektiva dhe 3 strategji, përmes të cilës synohet të arrihet rritja e transparencës të sistemit prokurorial, që është domosdoshmëri e fortë. Kjo me qëllim që të krijohet një lidhje më e fortë me publikun dhe ndërtimin e besimit të qëndrueshëm në drejtësinë që ne ofrojmë. Publikimi proaktiv, përgjigjja në kërkesa për çastje në dokumente të sistemit, ngritja e bashkëpunimit me organizata që monitorojnë punën e sistemit prokurorial, janë etike për forcimin e integritetit institucional, duke synuar një mjedes ku transparenca nuk shihet si detyrim, por si një mundësi. Po ashtu, më lejoni të theksoj se për të siguruar që sistemi prokurorial do të përmbush objektivat e përcaktuara në këtë plan strategjik të vendosura, treguesit kryesor të performancës do të përdoren për të monitoruar aktivitetet e planifikuara dhe për të vlerësuar arritjen e objektivave kryesore, ndërkohë që rreziqet do të identifikohen dhe menaxhohen paralelisht. Një raport vjetor i performancës do të mundsojë që përgjatë periudhës 3 vjeçare, nëse qëllimet strategjike janë duke u realizuar mjaftueshëm. Plani i veprimit do të shoqërohet edhe përmes objektivave strategjike me hapa të matshëm dhe afate të qarta për realizimin e tyre. Sa i përket planit të veprimit, gjithashtu dua të theksoj se një strategji e re e cila është përfshirë në këtë plan strategjik është edhe strategjia e krimeve të luftës, e cila sigurisht do të jetë pastaj pikë tjetër e rendit të ditës, por vetëm po e theksoj se kemi parafuar në kuadër të këtij plani strategjik dhe në fund
Më lejoni që të falenderoj edhe një herë të gjithë ata që kontribuan në hartimin e këtij plani për kushtimin e tyre dhe angazhimin për ndihmuar në forcimin e sistemit të drejtësisë në Kosovë. Ky plan është një hap i rëndësishëm dhe jam i bindur se me përpjekjet tona të përbashkëta do të arrijmë të krijojmë një sistem prokurorial që ka besimin e qytetarëve dhe që të mund të përballet me sfidat e së ardhmit. Ju falenderoj për vëmendjen. Shumë faleminderit kryesuese prokurorja Johon për prezantimin detajuar dhe të mirë të planit strategjik. Atëherë ka për diskutim, a dëshiron dikush të marrë fjalën? Nderit për fjalën, ndëroi kryesues. Falenderoj zëvendës kryesuesën për punën e mirë që ka bërë në këtë plan, që nga fillimi na është dhënë mundësia gjithë dhe neve anëtarëve na ka ftuar të kontaktimi për edhe partner strategjik që kemi pasur dhe secili është munduar të jap kontributin e vet. Unë nuk kam dojvëretje në këtë plan përveç një sugjerimi sa i përket strukturës së prokurorit të shtetit e faqe mëon, e keni gjithë para vetes. Është koha që ndoshta një lëshim teknik që na ka bërë nga plan ta evitojmë, se sistemi prokurorial në Kosovë organizohet në 3 shkallë, duke filluar nga ZKPSH-ja, Prokuria e Apelit dhe Prokuria Themelore, më nuk ka një shkallë 4. Mandaj veç duhet në kuptimin strukturor të rregullohet pozicioni i prokurisë speciale në nivelin e prokurive themelore. Për shkak se s'mundemi me shpërfaq kështu në publik në mënyrën se kush është paraqit. Faleminderit. Faleminderit dhe me legj është para kështu si strukturë. Janë prokurit të tjerë speciale për prokuror. Ju e dini sigurisht se ligji i parë që nxjerr për prokurinë speciale atëherë ka paraqosje prokuria speciale me qenë kuadër të zyrës së prokurorit publik atëherë që i ka rarë të zyra për prokurorit të shtetit. Ndërkohë janë ndryshuar disa ligje dhe tani ligji konsideron prokurinë speciale si prokurit të shkallës së parë. Pra jo të shkallës, ose jo në vit direkte me zyrën e prokurorit të shtetit. Ky është dallimi që tani. Dikush tjetër a ka të atëherë jonë çka kemi? Jo, veç edhe diçka tjetër se kam për obligim me falenderu grupin e ngushtë në hartimin e këtij plani. Vërtet sepse është bërë një punë e jashtëzakonshme dhe nuk është as pak në kam qenë veç kryesuese, por anëtarë tjerë të ngushtë të grupit, duke filluar nga prokurori i zyrës së prokurorit të shtetit zoti Bahri Hyseni, antarët nga radhët jo prokurorëve Dardan Buniqi dhe Visar Krasniqi, gjithashtu edhe prokurorin vetan dhe gjithashtu edhe prokurorin Armend dhe të tjerët të cilët kanë pas mundësi me ju përgjigj gjithmonë ftesave, por edhe stafin administrativ, Bethan, Margaritën dhe të tjerët të cilët vërtet kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Kryeprokurori që ka qenë disa herë dhe ka marrë nga koha e tij e vlefshme. Faleminderit të gjithëve edhe një herë për këtë bashkëpunim të mirë që kemi bërë. Na shkollën e parë dy. Po. Po. Mirë. Atëherë dikush tjetër ka kush me diskutu, nëse s'ka atëherë jetë votim me këtë vejtë vëshmë rregullu si strukturë teknikisht mos si po që anon më përmesu, më qitë një nivel, kush është për miratimin e planit strategjik dhe planit veprimit. Kundër, abstenim nuk ka, atë konstatojmë se me 11 vota për, Këshilli Prokuroral i Kosovës konform nenit 7 të ligjit për Këshillin Prokuroral të Kosovës dhe nenit 32 të rregullohet 02/2020 për organizimin dhe veprimtarinë e Këshillit Prokuroral, miratoi planin strategjik dhe planin e veprimit për vitet 2025-2027 të sistemit prokurorat të Kosovës. Faleminderit. Plani strategjik dhe plani i veprimit 2025-2027 i sistemit prokuroral do të publikohen në web portalin e sistemit prokuroral. Në fund neni 32 të rregullohet 02/2020 për organizimin dhe veprimtarinë e Këshillit Prokuroral të Kosovës, plani strategjik dhe plani i veprimit 2025-2027 i sistemit prokuroral do të monitorohen dhe vlerësohen çdo 3 muaj. Andaj duke ndjekur praktikën e mëparshme dhe mbështetur në nenin 28 rregullohet numër 02/2020. Propozoj që themelohet grupi punues për të anëtarë në këtë përvërje. Kam para parë, tash duhet me marrë mendimin e juve për pëlqimin e juaj. Është Arjan Gashi, antar i Këshillit Prokuroral, Bahri Hyseni, prokuror në zyrën e prokurorit të shtetit dhe Besim Kosvari, koordinatori i Komisionit të Përgjithshëm të Këshillit. Kush është për këtë komision? Kundër?
abstenim, 2 abstenime, atër konstatojmë se me 9 vota për dhe 2 abstenime, themelohet grupi monitorues sipas propozimit që me lartë. Këshilli Prokurar ka themeluar grupin punues për monitorimin dhe zbatimin e planit strategjik të sistemit prokurar për vitet 2025-2027. Faleminderit, kalojmë në pikën e 4 të anit ditës. Në këtë pikë të anit ditës e kemi plotësimin dhe ndryshimin e strategjik për krijim e lufte. Siç e përmendëm më parë edhe zonës kryesuesja, ky plan është paraparë edhe me planin strategjik dhe draftimin e këtij dokumenti kemi planuar nga Prokuroria Speciale me qenë se strategjia aktuale nuk është afatizuar me kohë, është e nevojshme që plani i veprimit të ketë koordinuar afatet me planin strategjik të vjeçar 2025-2027. Ne kemi planuar shumë kohë më parë, por për shkak me koordinu me planin strategjik e kemi lënë në këtë pikë. Kjo strategji përcakton rrugën e adresimit të rastet të krijimit të luftës përmes vendosjes së disa standarde themelore me qëllim të hetimit efikas dhe efektiv të krijimit të tilla dhe ofrimit të drejtësisë për viktimat e krijimit. Në vitin 2024, Këshilli Prokurar ka analizuar nevojën për plotësimin dhe ndryshimin e strategjisë aktuale me qëllim forcimin sa më të madh të mekanizmave ekzistues për hetimin e rastet të krijimit të luftës. Fuqizoprimi strategjisë është përcaktimi i synimeve, objektive dhe masa të domosdoshme për punën e prokurorit shtetit, për kidat dhe hetimin dhe ndjekjen penale të krijimit të luftës dhe shkeljet e tjera të drejtës humanitare ndërkombëtare. Pastaj, për të përmirësuar koherencën e afateve, efikasitetin dhe efektivitetin e procedurave penale, si trajtimin e drejtë të akuzuarve dhe çastin drejtësitë të dëshmitarëve, viktima dhe palëve të dëmtuara, është hartuar kjo strategji. E japim për diskutim, a ka kush me marrë fjalën. E gjithë e keni materialin, e keni marrë me kohë, a ka kush me diskutuar për këtë pikë. Nuk ka, atër kush është për miratimin e plotësim ndryshimit të strategjisë për fillim. Kundër, abstenim nuk ka, atër konstatojmë se me 11 vota për mirator plotësim ndryshimi i strategjisë për fillim. Faleminderit, kalojmë në pikën e 5 të anit ditës. Në këtë pikë të anit ditës e kemi rregulluar për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores numër 02/2021 për transferimin dhe avancimin e prokurorit shtetit. Për ta elaboruar me tej fjalën ja kaloj kryesuesit Komisionit për çështje normative zotit Zemila. Po. Hajta thonë këtoj pike, mendimi im është këtë do të shtymet ndoshta për një takim tjetër, për faktin që tani më të gjithë e dim ka kalu ligji i ri që Dhe tanë e aprovu me anin e ditë, kjo pikë ka unë të kam veç mendimin tem, pastaj s'ka problem, jo ma. Dhe është e udhës që të harmonizohet me ligjin e ri. Të s'ka kuptem, sot të aprovojmë një rregullore dhe do shta pas 1 muj, 2 muj do të vijet në ndryshim. Në të kundërtën, nuk ka problem, ju vazhdoni një vonë me qëllim që t'i shmangën vendimarrjet në këtë rregullore do të largohen për këtë, pastaj këta ju bashkojmë pika. Mëre, mundesh me u largu vetan ti mu i shmangesh me votim abstenim, po mundesh me u këtë po me dal. Po s'është arsye. Ka lidhje, orna. Faleminderit kryesues, përshëndetje për të gjithë. Komisioni për çështje normative pas autorizimit që ka marrë nga ana juaj për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për transferimin dhe avancimin e prokurorit të shtetit, ka formuar grupin punues, i cili grup punues ka përgatitur draftin fillestar, i cili drafti pastaj e ka sjellë në komisioni pas analizimit e ka vendosur në dëgjim publik për 15 ditë. Pas kalimit të afatit të dëgjimit publik, kemi marrë komente nga shoqëria civile, zyra PS dhe nga anëtari i Këshillit, zotë Risar Krasniqi. Ne si komisioni kemi analizuar gjitha komentet. Ato komente që kanë fazë janë inkorporuar në këtë plotësim ndryshim të kësaj rregullore. Qëllimi i kësaj rregullore, apo plotësim ndryshimi, është me qëllim të harmonizimit të dispozitave ligjore që kanë ndryshuar lidhur me kriteret, përperën dhe procedurën për transferimin dhe avancimin e prokurorit të shtetit. Ju siç e dini, ka hyrë fuqi ligji për prokurorin e shtetit, ne kemi qenë të obliguar që të harmonizojmë dispozitat e kësaj rregullore me dispozitat e ligjit për prokurorin e shtetit. Andaj ju propozoj që e njëjta të mirë. Faleminderit, Armen, për prezantim, me po të konstatohet për procedurë që jemi vërtetar tash. Syet për të dolë të tonë dhe konstatohet. Po na.
Me qenë se te kjo rregullore ka pas një ndryshim se i përket kompetencës së kryeprokurorit të shtetit, ku në vend të fjalës transferoj e kemi shkruar caktoj. A keni menduar me lënë afatin për sa kohë mund të caktu një prokuror, sepse edhe ligji nuk e parashef Jo, këtë afat, nuk e parashef këtë afat, po mos ka rrezik që po jepet kompetencë shumë e madhe kryeprokurorit të shtetit me caktu dikon pa limit, pa kohë caktuar. Qyshe mendoni ju? Thjesht sepse në fund funit nuk mundet me dalë më i fuqishëm kryeprokurori se këshilli në këtë rast, te këshilli ka vetëm një vjet, jo më shumë. Qyshe keni menduar? Po, kryeprokuror, ne kur e kemi filluar ndryshim plotësimin e kësaj rregullore, rregullorën bazë është transferim i jashtëzakonshëm. Mirë, po nëse shikojmë lenin të ligjit për këshillin prokuror thotë caktim i jashtëzakonshëm. Edhe kemi të kufizimet vetë e kemi cek se çka kuptojmë me caktim të jashtëzakonshëm. Edhe në ligj shkruan se nuk mund ta kaloj këshillin. Këshilli mundet me bëj transferim për një vit, atë edhe caktimi i jashtëzakonshëm nuk mund ta kaloj një vitin. Kjo ka qenë se me dispozita ligjore, ligjit aktual, ne nuk mund të flasim për ligjin i cili ende nuk ka hinë fuqi. Ky ndryshim plotësim është bërë pikërisht për shkak që dispozitat e kësaj rregullore, sidomos e transferimit, të avancimit, nuk kanë qenë në harmoni me ligjin për prokurorin e shtetit. Unë kam analizuar edhe ligjin i cili s'ka hyrë ende në fuqi, por nuk ka afekton. Faleminderit. A dikush tjetër dëshon unë profesor? Në që pyetje kam, në që në ka një email e për partnerëve tonë, a janë marrë për bazë gjërimet e tyre dhe ku qëndron kjo situatë. Faleminderit, profesor. Unë siç e ceka edhe në prezantimin e kësaj rregullore, gjithë ato komente që kanë pas bazë janë inkorporuar në rregullore. Kur bëhet fjalë për komente të cilat i ka dërguar zyra BE-s i ka dërguar 3 komente. Mes në 3 komente ka qenë edhe ky koment. Dhe ky koment është inkorporuar në rregullore. Është inkorporuar. Kur bëhet fjalë për caktim. Është inkorporuar, është bërë për kufizimin të çka kuptojmë me caktim. Unë e kam lexuar edhe letën e partnerëve ndërkombëtar, BE-s, mirë po aty siç edhe thotë shumica e marr për bazë, megjithatë nuk e marr për bazë analiza. Po analiza nuk është këtë bazë, nuk merret për bazë tash këtë bazë për fillim, por është fillohet diskutimi. Kështu që besoj që janë të shqetësuar edhe ato që tha Armendi janë marrë për bazë analiza e partnerëve ndërkombëtar. Po na dikush tjetër po besoj. Për kodët nga Komisioni Normativ dhe kam vazhduar ta bëj. Unë nuk i di
në detaje komentet që i ka paraqit të dy organizatat shoqërisë civile, sepse si kum po, nuk na u shpërndon me material. Mirë po, unë nuk muj me dhënë përgjigje se cilat komente, ndoshta është mirë kryesuesi më tregu çka kanë marrë parasysh. Sepse unë kum postë një mori çeftë. Ne këtë rregulluar, mirë po nuk di çka ka marrë parasysh dhe çka s'ka marrë parasysh. Kjo në aspektin procedural, kurse në aspektin përmbajtësor, veç për u bëjmë e dije, ndryshimet e reja ligjore në ligjin për Këshillin Prokural. E ka një dispozit atje, ku thot deri në 2 vite pas përfundimit të mandatit, anëtarët e Këshillit nuk mund të përfitojnë nga mundësitë e avancimit të sistemit prokural, të cilët janë krijuar si rezultat i vendimeve në të cilat ata kanë marrë pjesë në të Këshillit. Unë me sinqeritet do t'i rekomandoj gjithë kolegëve prokuror, të cilët kanë ambicie shëntarë në televizjon në pozicione të caktuara, të mos e votojnë këtë rregullore, sepse me vedijet plot, me votën e tyre do të themelojnë një trup, që është komisioni për avancim, përmes se cilët ata do të kalojnë. Andaj kjo është sugjerim kolegial shoqëror, dhe të konstatuar në proces verbal se me vedije jeni në konflikte poster të interes. Faleminderit. Mas paqë për çështje procedurale, nuk je pjesë e komisionit, do në asnjë vërejtje për komisionit nuk e kam pranuar për çështje që ngritet ti. E dyta, ligji nuk ka një fuqi dhe nuk mund të interpretohet retroaktiv në listë ai mendimi në thjesht respektojmë si mendim tonë, kështu që vazhdojmë tutje. Kush është për miratimin e kësaj rregullore? Pa, deshte ti diçka hajt po unë, hajt unë. Se takon me fol pak me se edhe jam antar i grupit respektivisht i komisionit për avancim dhe transfer të kuadrit të KPK-s. Kam lexuar ndërruri kryesuesi, nduar antar të rregullore, draftin e kësaj rregullore, për ndryshim të plotësim të rregullore të rrugëtimit mbi transferin dhe avancimin e prokurorit të shtetit. Unë po mos i përsërit ato që diskutuam deri më tani, dhe që u thanë pak më parë, dua të shtoj se natyrisht komentet e zyrës së VE-s, cilët i falenderoj për kontributin e tyre, si në çdo rast tjetër edhe në këtë rregullore, ka pas shumë rëndësi, mirë që disa janë përfshirë të sportu dashur të tyre, që janë një analizë, sepse një analizë që na bëjmë parapraktikisht na jep një feedback, na jep një informacion të saktë se çfarë pak duhet të ndryshohet, edhe kemi do të thotë gjendjen më të qartë në kuptimin e nevojës për me hyrje dhe me ndryshuar. Natyrisht që nuk kanë dorë, sepse nuk kemi pasur analizë, nuk kemi pasur një diskutim që është bën kuadër të KPK-s, po nuk e di që kemi bërë për këtë rregullore këtu. Nëse dikush e din, le të ma kujtoj. Unë, ashtu si gjithë e dini, do thotë jam antar aktual i komisionit fjalë të KPK-s për avancim të transferit të prokurorit të shtetit. Këtu të drejt, askush s'm ka kontaktuar, dhe s'm ka pyet lidhur me mundësitë që ne si komisioni kemi pasur, unë, ushtuesi të tyre të prokurorit, por edhe antarja tjetër që është zëvendës kryesuesja. Gjatë procesit, domethënë, këto mundësi që kemi pasur, gjatë procesit që kemi zhvilluar proceseve që ka qenë shpallura nga ky këshill. Sepse ju e dini, her pas here na si komision kemi ngritur disa çështje, çështja formullareve, disa çështje tjera, domethënë, që kemi hasur pikërisht gjatë procesit të avancimit të këtyre prokurorëve dhe transferit të tyre. E natyrisht po të isha pjesë e grupit, me kënaqësi, do të thotë isha me dhënë ekspertizën tani për 2 vite sa kam mësuar si antar i këtij komisioni fjalë, po kjo nuk është dhënë, domethënë si ti, çfarë thjesht. Ju dini që pikërisht për shkak të netave të kësaj rregullore aktualisht që kemi, për këto aktuale po flas, e pastaj porcionat e draftit që kemi sot para vetës, ne si KPK kemi pas nxjerrjes së kujtohet dhe shfuqizuar vendimet tona pikërisht rregulloria ka rregulluar situatat e caktuara juridike. Ju keni e dini rast që kemi pas domethënë transferuar pe nivelit më të lartë, respektivisht një prokurisë së apelit në prokurinë speciale, pastaj kemi shfuqizuar vendimin pikërisht se ka qenë rregulluar në rregull. Atë. Se kam po në këtë rast, është rregulluar në situatë të tilla se ka zotërim. Ajo çfarë duhet të kësaj si përfundim është që mos duhet të bëjmë një rregullore, do të thotë veç hajt, po të bëjmë një rregullore, që kemi shërby sistemet në vitet tona, po në bëni rregullore të mirë, sinqerisht analiza që ka përmend Zyrja vetë shumë e rëndësishme, sepse na i kemi pa shumë të meta, të cilat dashur të paku të adresohen të përfshirë në këtë rregullore, e cila konsideroj se kishin shërby avancimin dhe progresin e sistemit prokurorit. Unë natyrisht do të abstenoj të thotë sa i përket miratimit të kësaj rregullore,
Për se konsideroj që e njëjta nuk e përmban as çat analiza as gjithë ato çka mendoj që duhet më ndryshu. Faleminderit. Po, fillimisht një përgjigj visarit, nuk është ky visar që ti ke dërguar, ju nuk keni antar i komisionit. Në të fundit, unë veç kushtojmë që ne po njoftu për atë event që ju e keni dërguar. Ju nuk e keni trajtuar në të hyrjen e takimeve të komisionit. Ndërsa nuk keni pjesë e komisionit, nuk keni trajtuar në të hyrjen e komisionit. Takimi i komisionit nuk është marrë brenda fat të praktika që në të gjithë të tu. Përsa se për këtë të dojtë janë, ajo qefti që jo e përmanë, po të rëgullume të e në gjatë. Në sot, neni në paragrafin e tika 1.3 rregullohet baziket e transferimit të përreshtë, i përvojnë nga këtë herë, shto tek brenda procurive themelore, me përjashtim zyrën e komunitetit të shtetit, procurinë e petit të fusës. Po është rregulluar, ka qenë rregulluar, po i përgjithësisht. Edhe në draftin bazik të fundit. Faleminderit, atëherë i tjetër, s'ka diskutim. Vetë atëre edhe të hedh votëm kush është për miratimin e kësaj rregullore. Ja. 6 jam për. Kush është kundër? Ja. Abstenim? 2 abstenime. E 3 abstenime. Po, kush ka abstenim? E ti, po. Edhe ajo në abstenoja? Po. Po. Atëherë, konstatojmë se Këshilli Përkari i Kosovës miraton rregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores numër 2/2021 për transferimin dhe avancimin e prokurorëve të shtetit. Rregullora do të hyjë fuqi nga dita e miratimit të Këshillit Përkari të Kosovës. Faleminderit, kalojmë pikën tjetër të ditës, apo kemi vetonin apo Kena se kalon ligje më abstenim. Bane, një pyetëm. Kalojmë pikën e 6 të ditës. Në këtë pikë e ditës e kemi rregulluar për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për themelimin dhe funksionalizimin e koordinatorit kombëtar. Edhe për këtë rregullore, ndryshim të rregullores, fjalën ja kaloj kryesuesit Komisionit për Çështje Normative, zotit Armen Zanila. Faleminderit kryesues. Po ashtu edhe për këtë plotësim të shërbimit të kësaj rregullore, Komisioni për Çështje Normative, pasi që është autorizuar nga ana juaj, e ka themeluar një grup punus, i cili grup punus e ka përfituar një analizë, ku ka analizuar memorandumin rregullor aktuale dhe e ka sjell në komision. Komisioni pasi që e ka pranuar këtë analizë nga ky grup punus, e ka bërë plotësim ndryshimit e rregullores, që ju e keni para vetes. Kjo rregullore, kjo plotësim ndryshimi i kësaj rregullore ka qenë në vizion publik për 15 ditë dhe momente kemi marrë nga koordinatori aktual. Edhe ato komente në edhe që kemi analizuar, nuk kemi gjetë që ka bazë, pasi që ky ndryshim plotësim është bërë te mandati dhe vlerësimi. Qëllimi i kësaj rregullore apo ndryshim plotësimit të kësaj rregullore për themelimin dhe funksionalizimin e koordinatorit kombëtar për ndërtimin e krimit ekonomik është bërë me qëllim të përcaktimit të mandatit, vlerësimit të punës së koordinatorit dhe përgjegjësitë e tjera të parapara sipas memorandumit. Sa për njoftimin e juaj kemi marrë edhe nga bordi apo këshilli nga ana e ministrisë një shkresë, ku atë është cek dy paragrafet të memorandumit
jenë parasysh, nga ana komisionit ju ke pas parasysh të dy paragrafe, andaj ju propozoj që edhe të përcjellëshim të rregullore federatore të ndonjë. Faleminderit Armand. Shtysheni më fjalën në prokuror. Vetëm dhe me pyet kryesuesin e komisionit, a është diskutuar çështja e pezullimit të detyrës së prokurorit të koordinatorit, për shkak se ka qenë ka unë kam njohuri e pa rregulluar edhe me memorandum edhe me ish rregullore, që a është diskutuar për këtë çështje? Jo, për këtë çështje jemi të fokusuar në dy çështje. Çështja e mandatit dhe vlerësimit. Këtu na kanë ardhur për analizë për këtë punë. Duhet me vendim ne duhet të ka qenë edhe me vendim më parshëm me një çështje, kështu që unë dikush tjetër të shëmë me më fjalën, puna vison. Faleminderit. Unë veç mi përgjigjem shkurt për prokurorit, pyetjen që e bani, kjo çështje është e rregulluar me rregullorën e aktualisht që është fuqi. Çështja e pezullimit, po ninin 3 paragrafi 5. Dhe gjatë kohës së ushtrimit të detyrave të tyre në koordinatorin kombëtar, stafi përfshi edhe prokurorin e caktuar për të udhëhequr me koordinatorin kombëtar, do të pranojnë pagën dhe beneficione e tjera, ku kanë punuar pas caktuar, por nuk do të ushtrojnë detyrat e tyre në institucionet. Edhe për prokurorin, Ka qenë rregulluar me kjo. Mirë po, tash, Unë e vësaj. në që të pyetje u tash më përgjigje Armandi se tha nuk është diskutuar, kjo çështje s'ka pas nevojë të diskutuar se është e rregulluar. Edhe kjo rregullore është hartuar pas një kriter, dhe në një tretë kësaj rregullore, më shumë i ngjan një vendimi se një rregullore. Në aspektin e strukturës është skandalös, që në rregulloren përpara, nini 2 ndryshon veç titullin, kurse nini 7, kurse nini 3 i rregullon i shtë në 2 paragrafe tjera. Po, që tu në aspektin e strukturës me një nën kanë mund të vështrit të trija. Që paragraf sekret përmbajtja e kësaj rregullores është të nini 3. Ku kanë shtuar 2 paragraf 3, Këshilli për fjalë për çdo vit e bën vlerësimin e performancës të koordinatorit, bazohen në përgjegjësitë dhe detyrat e themeluara nga tij në përbërje prej dy anëtarëve të këshillit. Edhe çështja e vlerësimit të performancës është e adresuar. Se ka bëu këshilli, është temë tjetër. Kjo dispozit komplet e kurrë që ekziston. Vetë për më rikujtu juve, për mua kjo rregullo, nëse do nga lexoj anin, po besoj e keni përpara, edhe rregullorën edhe memorandumin. Ky mekanizëm është themeluar me mbështetjen e ambasadës amerikane dhe është themeluar nga 6 institucione. Kjo Ministria e Drejtësisë, Ministria e Financave, Ministria e Punëve të Brendshme, Agjencia për Parandalim të Korrupsionit dhe AKI. Tash, pyetja për mua është, por Këshilli nuk ka arritur mi kryq detyrat veta. Dhe po do më ndrru amin sepse unë thash, më mirë me vendim nuk kryq e varfune sa me rregullore, sepse kështu s'po ku duket. Veç për rikujtoj ninin 3.5 memorandumit dhe 7.4. Ku është çdo ndryshim në këto rregullore kërkon një farë plotësimi. Tash pyetja e jam është Lexo dhe në fund çat dispoziti për çati paragrafit. Lexo këtë dispozitit për memorandumit. Lexo mos e lexo veç pjesën që anë veç më do shkon të më interpretu. Jo veç. Po thua shpejt memorandum. 3.5. Memorandumi 3.5. Po nuk e thatë më për... Ka da veç. Do të më lexo këtë që përsi pa nuk interpretohet veç një pjesë. Që o e komuna, do me lexu një. Lexoje. Që e kom memorandumin. Që më tha? 3.5. 3.5. Në 3 paragrafin 5. Të memorandumit. Po. Memorandumit. Po, Bashkëpunim. memorandumin e kam. Po, 3.5. Po. Dhe më thonë, në 3 paragrafin 5. Falet pajtohen që Këshilli Prokural i Kosovës do të nxjerrë rregullore me të cilën do të përcaktohen funksionet, detyra dhe përgjegjësitë e koordinatorit kombëtar dhe stafit të IKKD, do të thonë për koordinator,
Rregulloria e Këshillit Prokuror duhet të jetë përputhje me këtë memorandum dhe me dispozitat ligjore të aplikueshme në Kosovë dhe politika dhe strategji shtetërore që mbulojnë këtë fushë. Lexoj edhe 7.4. E 7.4 e lexojmë, këtë e kam. Për çdo mosmarrveshje e krijuar mbi interpretimin, menaxhimin apo ekzekutimin e këtij memorandumi, do zgjidhet me marrëveshje. Qa ka këtu dilemë? Çka bën Para disa dite e keni marrë një email, Po, ku është një deklarat e çtyne 6 institucione që i theksova, të cilat në një farë forme thonë që çdo e mirëpresim ndryshimin e rregullores, mirë po çdo rregullore që cënon çto vlera mbi votën e cila është themelu kjo, është për ne është e papranueshme. Pa shpytja është, nëse çto 6 institucione që kanë themelu që trup largohen prej kësaj trupe. Kun ka me koordinu që ky koordinatori i Këshillit. largohen se në marrëveshja dihet kur prishet. Domethënë tash, largohen. E tha dhe kryetari i komisionit se nuk ka prej memorandumi as më marrëveshja. Këshilli është kompetent sepse ti dole edhe me interpretova dhe pozitën e Shqipëdonit. Nuk prim në thonë, me ana kështu që nuk na dojmë me diskutu. Këshilli është kompetent edhe me memorandum, edhe me rregullore me caktu koordinatorin. Kështu që edhe nuk ka pozit, vetëm pozitat me dekret që bën, si kemi pozitat e prokurorit gjyqtar me mandat përshëm. Nuk ka pozit udhëhese me përshëm. Kështu që kjo që është rregulluar, mbi është avancuar, një kom këthy një përgjigje ministrisë, si nga bile e mirëpresim edhe në ndryshimin mirë, po megjithatë kjo do të avancoj këtë memorandum. Po na menda deshte diçka? Ka qenë, edhe pjesë e grupit punues që kanë përcjell analizën e në komision. Nëse shikoni rregulloren bazike, kjo rregullore e përcakton koordinatorin, po ku ka pozit, pa mandat. Atëherë na jemi fokusuar te mandati. Te mandati edhe te vlerësimi. Se kemi projekt Asnjë, mos parësh këtë. Atëherë dikush tjetër a dëshiron dikush me marrë fjalën? Jo e hedh votim, kush është për po. Domethënë se diskutimet kanë përfundu, vetëm duhet hedhin votim kush është për miratimin e kësaj besim të shimit rregullores. 7. Pat janë për. Kush është kundër? Një është kundër. Abstenim? Një abstenim. Tetë për a, atë i numërova, mirë. 10. Ku jem në edhe një. Atë i kom numëru kesh. 9 i kom për, po. 9 për. Një kundër dhe një abstenim. Atë konstatojmë se Këshilli Prokuror i Kosovës miraton rregulloren për ndryshimin e plotësimin e rregullores për themelimin dhe funksionalizimin e koordinatorit kombëtar. Rregullora do të hyjë fuqi nga dita e miratimit të Këshillit Prokuror të Kosovës. Mirë, po konform nenit 9, rregullora që u miratuar sot, paragrafi 6 i nenit 7, e ka përcaktuar mandatin e koordinatorit kombëtar, i cili do të jetë 3 vjeçar me mundësi zgjedhje edhe për një mandat pas vlerësimit pozitiv të punës. Konform nenit 8, rregullores bazë, Këshilli duhet merrë vendim përcaktuar një prokuror për atyre që kanë mandat të hershëm dhe kanë ekspertizë në fushën e krimeve ekonomike, financiare dhe njeriut të gjuhës angleze. Atëherë pas konsultimit me anëtar të Këshillit, konsideroj dhe bazë kompetenca që ka kryesuesi i Këshillit Prokuror, unë propozoj 2 emra, 2 prokurorë me mandat të hershëm që i plotësojnë kushtet e përcaktuara me memorandum dhe me rregulloren. Pra 2 prokurorë janë me mandat të hershëm dhe me ekspertizë në fushën e krimeve ekonomike, financiare dhe kanë njeriut të gjuhës angleze. Propozim i kryesuesit i punimi është se duhet të propozohet kandidati aktual që e ka ushtruar këtë mandat deri tash, prokurori shqiptar Pazvio dhe zoti Kryti Munishi. Të dy plotësojnë këto kritere sipas si kërkohet me memorandum dhe rregullore. Dhe unë propozoj që këta 2 kandidat votohen me votim fshat. Kush është për votim fshat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vota për. Kush është kundër, kush kundër 1,
abstenim 1. Atëherë lu sekretariatin të përgatis për votimit. E 2 abstenime, a? Kush ke abstenim? Atje po, atë mirë, se s'po mëj me i nëmru mirë. Lu sekretariatin me përgatit për votimit, për procesin e këtij votimi, dhe derisa të përgatitet për votimit, atër 10 minuta pushim, besoj për 10 minuta pushim. U kry, bre, hajde, 7, abstenim. 2 një kundër, po, atë 3 abstenime. Atë vesh me u konstatu për së verbalion 7 për 1 kundër dhe 3 abstenime. U konstatuot, atë 10 minuta
Po fillojmë jemi apo e lutë sekretariatin na një përgatit a e punë të votimit. Atë na i sjell këtu dhe kaloj procesin e votimit sipas rendit alfabetik, ku kryesuesi gjithmonë voton i fundit. Atëherë e gjus me rend kërkojnë Arjan Gashi. Të marrë shefën e votimit. Kur e Arjan është në rrallë, mund e shmarë. Arjan është. Të vërtet votimin. Armen Zenelaj. Veç në shkruaj është që në qëtë votimin. Votim. Me profën Dardan. Hai fotografăm festivalul. Te votu votët. Eu vot, nu Ashtë të mërë që votimin. Përpojë e tish. Përpojë e tish. Çekti. Përpojë Milat. Tash e di. Përpojë dim. Vishë që i lutëm pak, se po. Përgojve tanë? Jo, në vajta. Po dhe kanë habit, abdanja alfabetik, kanë habit, ama me alfabet, jo në ma përpo, po kanë unë që zanës kërësuse, se kërësuse zanës kërësuse të mërë. Visal? Jehona që ata hani po parojnë, po pas kanë javan kërësusin edhe kërësusin fundit. Na më gjaftin të një. Po të ndohë. Ha? Ha? Po, dërsi. Jo, as për shkon, ha? Hajde këtu, ti kush për sekretariatin, këtu? Na, rrok. Kujtimu një shqiptar, një vod. Tjetra? E u prezentu se jo.
Edhe këto mundi me po. Po. Abstenim. Kjo është abstenim, po do nuk llogaritet për, po abstenim. Domethënë kjo është e pavlefshme. Po da abstenim, po unë thu sa për, atëre në është për. Kjo në rregull. Po. 8 vota për kujtim unishin, 2 vota për Shqiptar Pazlion dhe një abstenim. Atëherë konstatojmë se prokurori kujtim unishi me 8 vota për emërohet koordinator kombëtar për luftimin e krimit ekonomik për një periudhë 3 vjeçare me mundësi rizjedhje për një mandat pas vlerësimit pozitiv të punës si koordinator. Konstatojmë se Këshilli për Fjalë i Kosovës ka caktuar prokurorin Kujtim Munishi koordinator kombëtar për luftimin e krimit ekonomik me mandat 3 vjeçar me mundësi rizjedhje për një mandat tjetër pas vlerësimit pozitiv të punës. Faleminderit, kalon e pikë. Po, sipas rregullores vendimi do të përpilohet, duhet ta përzolloj punën, mirë po ai do të ceket në vendim. Do të ceket se kemi obligim bas rregullores. Po, edhe për beneficionit ceket në vendim. Faleminderit, kalojmë pikën e 7 të rendit ditës. Këtë pikë ditës se kemi për trajtim raportin e Komisionit për Transferim dhe Avancim të Prokurorit Shtetit për avancimin e prokurorit në Departamentin për Krime të Rënda të prokurisë themelore Mitrovic. Fjallën për të prezentuar këtë raport, ja kalojmë ushtruesit e detyrës së kryeprokurorit të Shtetit, zoti Besim Kelmendi, i cili është edhe kryetari i Komisionit të Avancim. Faleminderit kryesues, nderuar zënës kryesues, anëtar të Këshillit. Duke u bazuar në vendimin e Këshillit Prokurorial për shpalljen për avancim në Prokurinë Themelore në Mitrovic, Komisioni i përbërë nga unë si kryesues të komisionit, zonja Jehona Grantolli, si zëvendës kryesues dhe anëtare e komisionit dhe Arjan Gashi si anëtari i komisionit dhe anëtari i Këshillit. Ne kemi zhvilluar procedurat ligjore për avancim dhe tu ka pasur disa prokurorë të cilët kanë aplikuar, ndërsa ka qenë Ajteli Zoni, pastaj Albona Pazuzi dhe një prokurore që kanë ndërkohë është tërheq nga gara dhe në garë kanë marrë pjesë vetëm ka 2 prokurorë. Komisioni në pajtimin e 20 paragrafi 1.1.3 të rregullores 02/21 ka hartuar raportin final me emrin e prokurorit të shtetit që është kandidat i propozuar për avancim dhe kjo është prokurorja zonja Albona Pazuzi, që është dekretuar në 2018, fillimisht në Prokurinë Themelore në Prizaj, pastaj në vitin 2023 është transferuar në mënyrë përhershme në Departamentin për Përgjithësinë e Prokurinë Themelore të Mitrovicës. Komisioni për vlerësim performancës ka vlerësuar të njëjtën me 83 pikë, pra ka pas vlerësim të mirë, nuk ka pas nota disiplinore. Komisioni ka vlerësuar se kandidati gjatë intervistimit ka dhënë përgjigje të qarta dhe të sakta, ka pas vlerësimin e mirë të performancës, nuk ka pas nota disiplinore, ka trajnime të fushës për cilën ka aplikuar, ka mbi 7 vite përvojë pune si prokurore, dhe ka përfunduar studimet master në drejtimin administrativ të prokurisë. Kjo ka arritur
78.6 pikë nga Komisioni për Transferim dhe Avancim. Ndërsa kandidati tjetër ka qenë prokurori Arian Xhema, i cili ka arritur maksimumin e pikëve 68 pikë, që në këtë rast komisioni ka propozuar për avancim prokurorën Albona Farduzi, e cila i përson kriteret ligjore për avancim dhe i mbetet këshillit për të votuar. Falenderoj për prokurorën Besim për prezantimin e këtij raporti. Ne theksoj se ndaj këtij raporti nuk kemi pranuar kundërshtimin, siç u mor vesh ka pasur kandidat tjerë nuk kanë bërë kundërshtime brenda raportit. Andaj, atë që ndikush më marr fjalën me diskutu për këtë raport, më vonë pyetje, jo. Atëherë votim kush është për miratimin e këtij raporti që prokurori Albona Farduzi të filloj punën në Departamentin për Krime të Rënda të Prokurisë Themelore Prezant nga data 15 maj 2025. Për Mitrovic, falem nëse kjo është shumë keq. Domethënë deri në datën 15 mundet me dorëzuar ndonte me raportin, kush është për? Kundër? Abstenim nuk ka, atë konstatojmë se me 11 vota për, Këshilli merr vendim për avancimin e prokurorës zonës Albona Farduzi avancohet në prokuror në Departamentin e Krimeve të Rënda të Prokurisë Themelore Mitrovic. Ashtu siç kemi vepruar edhe në rastet e kaluara kur kemi pasur avancime, është obligohet prokurora që të koordinohet me kryeprokurorin e asaj prokurie, përkatësisht me ushtruesin detyrës në Mitrovic, për përfundimin e lëndëve të cilat i kanë punë dhe si për të njëjtën do të hartohet dhe një vendim i veçantë. Faleminderit, kalon në pikën e 8 e një ditës, raportin e Komisionit për Transferim dhe Avancim për procesin e avancimit një prokuror në Departamentin për Krime të Rënda në Prokurisë Themelore e Prezant. Edhe pashtu kemi vënë kësaj pike dhe për të shëtuar kundërshtimin e paraqititur nga këtij raporti. Për të fillimisht sipas praktikës, fillimisht e prezantoj raportin e ushtruesit detyrës, se kur prokurori zoti Besim Kelmendi, pastaj kalon te kundërshtimi. Faleminderit kryesues. Atëherë komisioni i përbër ose thjesht me përbërje të njëjtë, duke vendosur në bazë të vendimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës për hapje të shpalljes për avancim në Prokurinë Themelore në Prizren, ka zhvilluar gjitha procedurat dhe në këtë shpallje kanë aplikuar 2 prokurorë, Atnor Skoro dhe Peç Shala. Komisioni ka mbajtur investimin sipas procedurës, sipas rregullave dhe kemi në përfundim se prokurori Atnor Skoro, që është dekretuar në vitin 2016 si prokuror i shtetit në Prokurinë Themelore në Prizren, i cili po ashtu ka vlerësim të mirë, ka pasur nga Komisioni për vlerësim për promotor 79 pikë, nuk ka masa disiplinore, gjatë intervistës ka dhënë përgjigje të sakta dhe të qarta, ka një vlerësim të mirë pra nga Komisioni për vlerësim për promotor, nuk ka masa disiplinore, ka pasur edhe trajnime të fushës për të cilën po aplikon, i ka mbi 8 vite përvojë punës si prokuror dhe ka përfunduar studimet master në drejtimin penal. Ndërsa si pikë ka fituar 81 pikë nga Komisioni për Transferim dhe Avancim, kur të sa i përket kandidatit tjetër, prokurorit Peç Shala, i cili jam njoftuar nga Këshilli të ka dhe anketë sa i përket vlerësimit, i njëjti ka pasur vlerësim të mjaftueshëm nga Komisioni për vlerësim performancës, i ka 50.5 pikë, nuk ka pas masa disiplinore në punën për cilën kërkohet në rregullore. Gjithashtu ka trajnime, por jo të mjaftueshme sa i përket trajnime në vitet e fundit. Pra, jo prej kur është bërë prokuror, por në vitet e fundit ka më pak trajnime. Gjithashtu ka një përvojë të gjatë si prokuror, ka pas përvojë edhe tjetër si administrator në Prokurinë Themelore të Prizrenit dhe ka qenë bashkëpunëtor profesional po ashtu. Nuk ka pas ndonjë specializim, punim shkencor, master apo doktoratur ose ndonjë publikim të publikuar në ndonjë revistë shkencore dhe ky ka arritur 65. Pra, në fund, Komisioni për Transferim dhe Avancim e ka propozuar kandidatin Atnor Skoro për avancim
dhe i ka njoftuar palët se kanë të drejtë paraqesjen në kundërshtime kundër këtij vlerësimi. I mbetet Këshillit që të vlerësoj dhe votoj. Ne falenderojmë prokurorin Besim për prezantimin e këtij raporti. Siç u njoftu, ndaj këtij raporti kemi planuar në kundërshtim nga prokurori Beshala dhe për të referuar këtë kundërshtim e kemi autorizuar profesorin Dardan Bonisi. Unë profesor. Fala për ty. Kështu, po e paraqes kundërshtimin të cilin e kemi planuar dhe jo në aspektin e afatër kohore është në rregull. Dhe po e lexoj në pika të shkurta konceptin bazik. Kundërshtimi i prokurorit në fjalë ju referohet 4 pikave, 4 kritere, 2 nga të cilat ai tashmë është i kënaqur. I referohet fillimisht kriteret e intervistimit, me të cilin pajtohet pa vërejtje, pastaj kriteret që ka të bëjnë me provojën e punës për cilin i vlerëson pa vërejtjen, ndërsa shpreh pakënaqësi në kriterin e trajnimeve, përkatësisht te kriteri 4 që ka të bëjë me trajnimet e kryera me provojën afatgjatë të tij. Pastaj edhe te kriteri 4 mbi specializimin. Të njëjti potencial që ka të mbaruara studimet para vitit 90 dhe titujt shkencor master dhe doktoratur, po nuk do duhet të kishin vlerë ose nuk do të ishin me parametër në anë të cilit duhet kandidatët të diferencohen se të dallohen nga tjetri. Pastaj e referon në një kërkesë të cilën e ka paraqitur në vitin 2018 te ish kryeprokurori i shtetit zotëri Lumnezi, pastaj atë kryesuesi i Këshillit Prokuroral zotëri Blerim Yusufaj për avancimin e tij për të cilën nuk ka marrë përgjigje, gjë që i referohet që ka lidhje përsëri me mos avancimin e tij. Pastaj thotë që po e citoj, nuk besoj se një prokuror me një karrierë kaq të gjatë profesionale në sistemin prokurorial të Republikës së Kosovës, që nga viti 2001 duke filluar nga praktika në këtë prokurori e më pas në pozitën e administratorit, bashkëpunëtorit e nga viti 2010 në pozitën e prokurorit të shtetit duke marrë për bazë gjithë këtë provojë nuk jam avancuar. Për shqetësimin tim të provoja gjatë në departamentin e përgjithshëm. Pastaj thotë flet për performancën mes të cilat citoj. Edhe me këtë performancën kam plotësuar kriteret për avancim 2 fish më shumë me provojën e fundit përkundër kandidatit tjetër. Atëherë njeriu nuk mund të mendojë ndryshe se këto barriera janë krijuar për të më penguar avancimin duke marrë parasysh ndërhyrjen në rivlerësimin e bërë pas vlerësimit të rregullt 1 vjeçar vetëm pas 6 muajsh dhe vlerësimeve të tjera të ulta. Veprimet e tilla do të vazhdojnë në tutje në të ardhmen. Nga të gjitha arsyet e lartcekura, nga ana e komisionit për intervistim, kandidati është vlerësuar me 65 pikë për dallim nga kandidati parafrak. Prokurori në fjalë kërkon nga Këshilli Prokurorial i Kosovës, duke marrë parasysh punën dhe angazhimin e tij në departamentin e përgjithshëm në përvojën e tij afatgjatë dhe të heqet kushti ose kriteri master dhe pjesëmarrja në aktivitete të ndryshme shkencore që të anëtohet në departamentin e krimeve të rënda. Për fund, edhe njëherë nga të lartcekura që Këshilli të shqyrtoj kundërshtimin tim me të cilin jam i pakënaqur në një vlerësim të tillë të këtij komisioni dhe shqyrtohet edhe njëherë vlerësimi sipas kriterit dhe tabelës së pointimit dhe të vendoset në mënyrë të drejtë. Nga 4 kriteret me 2 është pajtuar dhe me 2 nuk është pajtuar prokurorin. Faleminderit profesor Dardan për referim të këtij kundërshtimi. Ka kush me diskutuar, atëherë ja kaloj fjalën drejt komisionit për sa një. Në qenë se kandidati ka kërkuar disa sqarime, e shoh të udhët që besoj gjithë anëtarët e Këshillit e tim, sepse çështja e vlerësimit të performancës nga komisioni është çështje që është rregulluar me aktet e brendshme dhe është përcaktuar saktë sa pikë të t'i merr për secilin vlerësim, për secilin kategori të vlerësimit. Për kategorinë mjaftueshëm, të cilën e ka kandidati, është parakuar maksimumi 15 pikë. Edhe kaq i ka marrë. Për kandidatin tjetër ka qenë vlerësimi i mirë. Maksimumi ka qenë 25 pikë. Edhe kaq i ka marrë. Pra në start 10 pikë është më pak vetëm për shkak të vlerësimit të performancës nga komisioni. E dyta, sa i përket specializimeve, edhe vetë kandidati thotë se nuk i ka këtu, por e konteston faktin se a duhet apo s'duhet këto kritere me qenë pengesë ose barierë. Dhe komisioni e ka të pamundër, derisa janë këto akte ligjore në fuqi, e ka të pamundër që të vendosë pikë ose të qetë pikë për diçka që nuk ekziston. Përderisa kandidati që është propozuar për avancim e ka masterin dhe ka fitu pikë,
kandidati i cili nuk është propozuar, nuk e ka asnjë specializim, trajnim, jo trajnim falni, por master, doktoratur, punim shkencor ose ndonjë punim publikum dikon tjetër. Kështu që ne kemi qenë faktikisht para aktit të kryer sipas rregullorëve të ligjit në fuqi, dhe sikur ai të kishte këto kritere, vlerësimin tjetër dhe specializime tjera, me siguri që do të merrte pikë dhe do ta kalonte edhe kandidatin që është propozuar. Andaj, mendoj që këto sqarime janë mirë edhe për kandidatët që aplikojnë, por edhe për këtë rast kandidatin që ka paraqitur kundërshtim. Faleminderit. Dhe kërkoj dikush tjetër atë shënim, ma fjalën. Jo, atëherë hedh votëm kundërshtimin, kush është për miratimin e kundërshtimit? A ka për, nuk ka, kush është kundër? 4, 5, 6, kundër. Abstenim? 1, 2, 3, 4, 5. Dhe më thonë, 6 vota për nuk ishte asnjë, atëherë konstatojmë se Këshilli refuzon kundërshtimin e prokurorit Beshala. Kalon tash te votimi i raportit. Kush është për miratimin e raportit Komisionit për avancim që prokurori atë skorët të avancohet në departamentin për krimin të rëndë të përfundimit të mëdorën prezant nga data 15/5/2025. Ka vonë e kundër, abstenim, nuk ka, domethënë gjitha votat ishin për, 11 vota për. Konstatojmë se Këshilli me 11 vota merr vendim për avancimin e prokurorit atësor në departamentin për krimin të rënda në prokurorin të mëdorën në prezant. Siç kemi vepruar rastet e kaluara, po ashtu edhe ky prokuror obligohet që në koordinim me prokurorin e prokurorisë të mëdorën prezant për përfundimin e lëndëve të cilat i ka pasur në punë, si edhe për të njëjtën të caktohet edhe vendimi i veçantë. Faleminderit. Kalojmë në pikën e 9 të ditës, në pikën e 9 të ditës e kemi shpalljen e konkursit publik për rekrutimin e 21 kandidatëve për prokuror shtetit në prokurorisë të mëdorën të Republikës së Kosovës. Ky proces i ka paraprir analiza njësitë të përshëtimin e performancës prokurorëve dhe Komisionit për Administrimin e Prokurorive për hapjen e konkursit për prokurorë të shtetit. Komisioni për Administrimin e Prokurorive dhe njësitë kanë hartuar raportin analitik për të vlerësuar numrin e nevojshëm prokurorë në sistemin prokural bazuar në ngarkesën me lëndë për secilin prokurori. Andaj, fjalën ja kalojmë kryetarit Komisionit për Administrimin e Prokurorive, prokurorit Jetish Maloku për prezantimin e këtij raporti. Pika shkurtër. Në qenë se kemi secili. Faleminderit Kërsus, përshëndetje për prokurorin e shtetit, ju antar të mastirë këtë takim, juve s'keni pranuar një analizë prej njësitit tonë, unë shkurtimisht do elaboroj bazuar në kërkesën edhe Këshillit Prokurorit të Kosovës dhe njëkohësisht edhe kërkesës që ka dalë nga Komisioni për Administrimin e Prokurorive, njësiti vetëm bashkë me zyrën për monitorim dhe analizë ka hartuar një raport detaj mbi numrin e prokurorëve të shtetit, ato dhe sistemin prokuroral, pozitat e lira dhe numrin e prokurorëve të shtetit që do të pensionohen për vitin 2025. Dhe pikërisht kjo njësi apo kjo zyrë për monitorim dhe analizë ka finalizuar këtë analizë në të dhënat e sakta, bazuar në këtë numër të prokurorëve të pensionuar dhe të rreqet që ka ndodhur në vitin 2025. Po pjera një tërheqje, bashkë me të dhëna tjera, matës real për vlerësimin e nevojave për recrutimin e prokurorëve të ri, ka dalë në këtë analizë, siç e keni pranuar dhe ju, me konstatimin se sistemi prokuroral bashkërisht në të gjitha ato çështje që përfshin analizat, del se janë të lejuara njëkohësisht 21 pozita të tjera për prokurorët të ri. Këto e shihni e ka analizat për secilin çështje që është shtuar, pensionimin e ka pozitat e lira që janë të lejuara, dërheqjet e shumë rrallë, ndaj unë nuk isha më shumë kohë, ndërsa që ju vetëm e keni kohë, po shkurtimisht këtë analizë dhe përfundimin e ka 21 prokurorë të pozitat e lira që kërkon që ky Këshill ta votojë dhe njëkohësisht ta bëjë edhe të mundshme sa më parë që të kërkohen me programe se si dhe program me prokurorët e ri për vitin 2025. Faleminderit. Desh për prezantimin e raportit. Veç duhet kemi parasysh se nëse aprovohet ky raport dhe shpall konkursi, atë duhet të ketë prioritet apo duhet të ketë përparësi minoritetet dhe po ashtu edhe për përkatësisë gjinore.
Kështu që do të ketë prioritet dhe duhet të japet përparësi edhe me konkursin publik, po ashtu duhet kemi parasysh që duhet të një promovim në gjuhën serbe, pak më gjën, me qenë se jemi një uri që ka dështuar konkursi ka luajtur për 4 popullor serb, nuk ka aplikuar një, edhe duhet të japim përparësi edhe këtij kriteri. Atëherë, kush është për miratimin e këtij raporti dhe shpallën e konkursit për 21 kandidat për prokuror, megjithatë duhet kemi parasysh edhe diçka se duhet shpallë konkursi nga data 19 maj 2025 dhe me datë 1 qershor 2025, me qenë se nuk ka mundësi më parafort, sepse jemi në proces për rregullimin e aplikimit online përmes platformës elektronike dhe ka mbetë të kompania dhe një departamenti i teknologjisë informative të atestojnë dhe gjatë kësaj kohe do të finalizohet dhe do të jetë i gatshëm për aplikim. Domethënë nga data 19 maj 2025 deri në 1 qershor 2025 duhet të shpallë konkursi. Kush është për miratimin e këtij raporti dhe shpallën e konkursit për 2025. Atëherë, konstatojmë se me 19 vota për, konstatohet se Këshilli pa konkursin për nga data 19 do të publikohet, konform nenit 12 rregullor 02/2022 për rekrutimin, provimin, emërimin dhe emërimin e prokurorit të shtetit, shpalla do të jetë hapur 15 ditë duke filluar nga data 19 maj deri në 1 qershor 2025. Sipas rregullores duhet të propozohet dhe për themelimi i komisionit për rekrutim, konform nenit 7 paragrafi 1 në paragrafet 1.25 i ligjit numër 06 L56 për Këshillin Prokurar dhe në 6, 7 dhe 8 të rregullores numër 02/2022 për rekrutimin dhe provimin, emërimin dhe emërimin e prokurorit të shtetit, unë propozoj bazë kompetencave të Këshillit Prokurar, ligji për Këshillin Prokurar, propozoj se Ardian Hajdari të jetë komision, Arjan Gashi komision, antar Gadan Vonishi komision, Bary Seni komision dhe Feria Shamolli komision. Antar rezerv komisionit propozoj prokurorin Amadem Koro, i nacionalitetit turk, dhe po ashtu Visar Krasnishin, antar i Këshillit Prokurar, sipas rregullores. Kush është për komision me antar të rezerv? Komision. Është pak. Atëherë, 9 vota ishin për. 9 vota për. A disa e Visaria? Në duk që atër. Nëse me 11 vota, pra, do më thëmë 11 vota, për të themelohet komisionin këtë përbërje. Me qenë se sipas rregullores duhet caktohet Këshilli cakton dhe kryesuesin e komisionit, a ka kush ndaj propozim? Po Armendi, unë Armend. Faleminderit. Kryesues, ato që plantohet këtu, ato do të përgjigj kryesuesit, ai do të jetë në kryesuesit të komisionit. Po, të më Visar që ka dhe ishte? Unë e propozoj profesorin Dardan Vunici për kryesues të komisionit. Me qenë se nga pika fara në ditës edhe të komisioni atje kur e miratuar strategjinë dhe planin e veprimit, komisionet kryesisht janë me prokuror dhe ndryshimet e fundtan ligjore që nuk është mirë mos zbut pak ky ballans, unë e propozoj profesorin Dardan Vunici. Mirë, atëherë qesi propozimin e prokurorit Armend, kush është për kryesuesi të jetë kryetari i komisionit? Po. Do të thotë që do të ka i vend gavë për ando Këshillit, do të është mirë shkojmë me një lloj konsensusi këtu, në të bajtohet edhe profesori Dardan, me që ju jeni edhe kryesues i Këshillit. Sa të bajtohet edhe profesori që shkon deri. Po jo, a ka folur me ty kur ka propozuar? Nuk ka nëndër. Jo, bre, a të cilëtin votim. Kush është Opinione. Kush është që kryesuesi të jetë kryesuesi i këtij komisioni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dhe profesori po voton për një. Unë abstenoj. Kush është kundër? Kundër është Visari, atëherë konstatojmë se kryesues i komisionit caktohet Ardian Hajdari, kryesues i komisionit me 9 vota për. Në 1 votë kundër, 1 abstenim. Ha?
Ja, tash kemi nevojë për shkruajtje propozimit dy kërkojnë zban. Atë konstatojmë që jetësh, lutem. Konstatojmë se Këshilli themelon Komisionin për Rekrutimin e Prokurorit të Shtetit përbërje edhe një herë po i lexojmë emrat. Argjen Hajdar, kryesuesi i komisionit, Arjan Gashi antar, Dadan Vunishi antar, Baris Eni antar, Flori Shamove antar, dhe antarë e zero do të jenë prokurori Ramadan Koha dhe Visar Kasnishi, antar i Këshillit Prokuroral. Po, atë mas vlerës që është në ty votim, profesor. Propozohet sipas rregullores, po ashtu duhet të propozohet edhe themelimi i komisionit për rishërtimin, konformimi 7 paragrafi 1 në paragrafi 1.25 i ligjit për KPK-n dhe nenit 9 rregullores për emërimin e prokurorëve të shtetit. Unë kam propozuar zëvendës kryesuesja Joana Gantolli, jetë edhe po ashtu kryesuese e komisionit, Aleksandar Lomezi, prokurori i zyre prokurori i shtetit, antari i këtij paneli dhe po ashtu edhe Kania Bojaxhiu, prokurorisë apelisi që kërkon edhe rregulloria. Antarë e zero të këtij komisioni duhet të propozohen po ashtu është para forma rregullore, është Milot Kasnishi dhe Laura Fugla. Kush është për themelimin e këtij komisioni, panelit të shkruar? 1, 2, 3, 4. Sa ishin për kundër, abstenim në ka, atë gjitha vot, veç një abstenim, po. Atë 2 vota abstenim edhe, ashtë 2 vota abstenim dhe 9 vota për 2 vota abstenim edhe Johona. Atëherë do me thonë me një vendim, votojmë edhe kryesuesin e komisionit, propozova që mund me mësimi, po këtë do ta udhëhesh Joana Gantolli, zëvendës kryesuesja. Konstatojmë se me 9 vota për, themelohet edhe komisioni për rishërtim dhe duhet themelohet edhe stafi mbështetës që sipas paraprave rregullore që do të ofrojë mbështetje komisionit për rekruttim. Kanë propozuar 2 drejtorat, drejtorin Sami Strefi, drejtori i përgjithshëm dhe Ota Kemende, drejtori i njësitit. Sepse ashtu kështu duhet gjithë stafi, po thuaj gjithë sekretariati më përfshin me ndihmë, më se thatë mjaftojnë 2 emra që tipika referuese të cista. Atë kush është që këta mbështetës unë? Po. Ndëruar kryesues, Po, që cakton Këshillin. Po, unë. me që na mbështetjen gjithmonë e kërkojnë apo i drejtorit, unë mendoj që në autonominë dhe kompetencën e tij pastaj stafi mbështet ta përcaktoj sepse edhe llogaridhënien pastaj do ta bëjë tani edhe me ndryshimet e fundit të ligjit. Që barra do të bjerë mbi drejtorin, edhe dhënës do ta ngarkojë drejtorin, po kjo kompetencë edhe është ekskluzive e drejtorit, kështu drejtori do të na ofrojë stafin mbështet. Po veç rregullora po vetë për së Këshilli cakton zyrtarë të shumës. Edhe kam diskutuar me drejtorin para se më takim dhe kështu që jemi dakorduar që këta 2 të jenë tipika referuese. Sigurisht drejtori do të jetë i parë, megjithatë te sekretariati do të bëjë mbështetje, se duhet. Ka ardhur konsultim edhe prej drejtorit që kemi Po, jemi konsultuar është drejtori këtu në nuk i kanë propozuar vetë. Atë kush është për që këta caktohen? Kush është për këta 2 emra, sta mbështetës? Kundër, një kundër, abstenim, nuk ka, atë me 10 vota për, do të thonë caktohet, konstatojmë se Këshilli formoi grupin e stafit mbështetës në mbështetjen e komisionit për rekruttim dhe rishërtim. Faleminderit, kalon në pikën e 10 të anit ditës. Në këtë pikë të anit ditës e kemi kërkesën e paraqitur me datë 11 shkurt 2025 nga ana e kryeprokurorit të prokurorisë themelore në Prishtinë, kryeprokurori Zenialla Gashi, i cili ka parashtuar kërkesë për shpalljen e konkursit të brendshëm për avancimin e 4 prokurorë nga departamenti i përgjithshëm në departamentin për krimimet për të mitur. Megjithatë, sipas praktikave kemi dërguar edhe në komisionin për amnistinë e prokurorive dhe kryeprokurori ka kërkuar shpalljen e konkursit të brendshëm për avancimin e 4 prokurorë nga departamenti i përgjithshëm në departamentin për të mitur të kësaj prokurorie, i cili departament sipas kryeprokurorit do të mbetet me 3 prokurorë pas pensionimit të një prokurori dhe hapjes së pushimit të Leonis nga një prokuror tjetër. Në kërkesën e këtij prokurori ka paraqitur të detajuar gjendjen aktuale në prokurorinë e Prishtinës, duke arsyetuar me kompleksitetin e vendeve dhe natyrën specifike të tyre për shkak të ndjeshmërisë së rasteve kërkesën, besoj e keni lexuar dhe keni në material.
Njësitje ka bërë një analizë bashkë me komisionin dhe për ta referuar fjalën ja kaloi kryesuesit komisionit pasni për projekt jetësh. Punoj jetësh. Faleminderit kryesues. Edhe kjo analizë ka kaluar përmes njësitit përkatësisht zyrës për monitorim dhe analizë. Komisioni për Administrim Prokurorive ka përcjell kërkesën e ushtruar nga Kryetëtori i Prokurisë Vendore në Prishtinë dhe njëkohësisht edhe me kërkesën e Këshillit Prokurorat ka dorëzuar në njësit dhe kjo zyrë për monitorim dhe analizë ka nxjerrë këtë raport që ka të bëjë pikërisht një analizë detale që ka bërë sidomos sa përket numrit të prokurorëve në këtë prokurori themelore, përfshi këto prokurorët të vendosur në Departamentin e Partimit Roma, Departamentin e Përgjithshëm dhe Departamentin për të mirë. Sigurisht se ju keni pas kohë me shqyrtu, me lexu, me analizu dhe këtu dy herë komisioni është takuar dhe pse analizë, edhe ne kemi pas ka shumë të lashtë të ndryshme, ka qenë problem bazuar në numrin e prokurorëve që përndohen këto 3 departamente. Dhe ka thënë me dy konkluzione, me dy propozime që ju tani keni ndorë, ju antar të Këshillit, ju vendosni, ne kemi konstatuar të dy rekomandime, e para bazuar në këtë analizë, propozon që Prokurori i Prokurisë Vendore në Prishtinë i drejtohet me një kërkesë Këshillit Prokurat të Kosovës për transferim të përkohshëm të prokurorëve nga Departamenti i Partimit të Roma. Unë nuk e lexova, po besoj që keni lexuar ju. Në këtë departament janë 7 prokurorë shtesë apo më tepër sa që tregon numri i lëndëve që ka nga këtë departament. Dhe këtë transferim përkohshëm të prokurorëve ta bëjmë një kërkesë të drejtuar Këshillit, ku do jenë 3 prokurorë të nevojshëm për departamentin për të mirë. Edhe ato bazuar në Nelin 5, paragrafin 1.2, pika 2, si dhe një 6 rregullores 02/2021 për transferim dhe avëndrim të prokurorëve. Ky është një rekomandim, një propozim që ju e keni ndorë dhe ju lutem me na ndihmua dhe ne dhe si të tjerë të veprojnë. E dyti, komisioni ka dhënë edhe një propozim tjetër dhe i propozon nëse ky pori nuk ecë apo ju nuk e rekomandoni ju antarë të nderuar, atëherë komisioni ka propozuar edhe një herë Prokurorit të Prokurisë Vendore në Prishtinë që të bëjë mundësisht shpërndarjen proporcionale të lëndëve në departamentin për të mirë, atë për 3 prokurorë, se është konstatuar jo 4, por 3 prokurorë ka nevojë kjo Prokurori të Vendore mi pas në departamentin për të mirë, dhe njëkohësisht këto dosje i shpërndaj tek prokurorët në departamentin për të mirë Roma dhe atë për 7 prokurorë, apo edhe për këtë numrin e prokurorëve që ka në këtë departament. Këto 2 propozime ju vendosni, por ne si komision nuk e kemi pa të arsyeshëm që eventualisht me hapjen një shpallje të dëmtohet departamenti për të mirë, i përgjithshëm. Edhe ashtu ky departament i mungohet një numër i madh i prokurorëve. Dhe pikërisht përmes me dëmtuar këtë departament ne kemi dhënë këto rekomandim. Ju e keni ndorë, ju vendosni, nuk është as i të lashtë pse komisioni ka rekomanduar, prandaj është Këshilli këto kompetent edhe si tashin të arsyeshme ne përsëri jemi gjeni në rrugë. Faleminderit. Faleminderit. Gjithë una Unë po se kjetë nështë unë po që kisha po dëshirë në të gjuhe për pasuesën e kësaj prokurie këto dhe pse kjo është vetëm një antore, pse është dhe kryesuesi po hollin e kësaj prokurie. Problemi më në kësaj prokurie më mirë sa kjo antore ashtu. Unë kom pas dëshirë pikërisht to los si e sheh dhe çfarë dëshon konkretisht për to. Kena menduar edhe brenda komisionit me ftuar prokurorin Jeron, megjithatë e kemi po ta me këto 2 propozime dalë një herë dhe ta ndëgjojmë si në zonën e si të antarë këtu ku jemi. Faleminderit. Faleminderit kryesues. Ne ndëgjuam me vëmendje kryetarin e Komisionit për Administrim dhe propozimit e këtij komisioni për të kazim me kërkesën e Kryeprokurorit të Prokurisë Vendore në Prishtinë. Kërkesa e Kryeprokurorit besoj është shumë e qartë. Kërkon që të rritet numri i prokurorëve, përkatësisht të plotësohet numri
me 4 prokurorë në departamentin për të njëjtën. Për faktin që brenda pak ditëve aty mbesin vetëm 3 prokurorë. Dhe gjithë këtu e dinë që aty kanë qenë 7 prokurorë. Komisioni ndoshta me analizën e tij e ka menduar mirë këtë, por komisioni është dashur të mendoj kur janë leju shtimi i numrit të prokurorëve në departament të krimeve të rënda. Mos ta jep dritën e gjallë bërë që të rritet numri atë sa është rritur atje. Mirë po atje ju e dini pse është rritur, për faktin që e kemi njërtitin për luftimin e krimit ekonomik dhe korrupsiv. Nëse ka thirrje për prokuror në departament krimeve të rënda, ne jemi dëshmitar që ata prokuror janë ngarkuar edhe me lënë departamentit përgjithshëm. Kurse se s'mund veprojmë në dëm të departamentit përgjithshëm. Prandaj ju propozoj që i vetmi sugjerim i komisionit të merret që mos dërgohen 4 prokurorë, por 3 prokurorë, sepse sigurisht numrin e lëndëve në raport me numrin e prokurorëve kanë analizuar këtë si duhet, dhe të shpallet konkurs për transfer, që të mund të aplikojnë prokurorive tjera, që janë Prishtinës dhe punojnë në prokurorit tjera. Ju e dini që kemi të tillë, dhe kjo është momentum shumë i vëlletshëm për faktin që ata prokurorë që vinë në Prishtinë do të zaventohen pastaj me prokurorët e ri nga. Nëse dikush vjen nga Ferizaj apo Xhilani, do të zaventohet atje me prokurorin. Kjo është propozimi. Unë prokuror. Faleminderit shumë Këshus. Unë e kam pa analizën që është bë në Prokurin themelor në Prishtinë, departamenti i krimeve të rënda, thuhet se për lëndët që janë në punë, nevojiten edhe 6 prokurorë. Jo, nevojiten edhe 6 prokurorë. Ndërsa për lëndët që janë duke u pranuar, janë 7 prokurorë tjetër. Tani, këto lëndë të trashëguara dhe të pranuara, nëse marrim një mesatare, tregon që ky departament për një kohë nuk mundet me e ul numrin e rasteve për me pas prokuror tjetër. Sepse vetë analiza thotë që për këtë lëndë që janë në punë ka nevojë edhe për 6 prokuror tjetër. Për departamenti për të mitur thotë për lëndë që janë në punë ka nevojë edhe për 7 prokuror tjetër. Por për lëndë që janë duke u pranuar, thotë ka nevojë vetëm për 3 prokuror. Me qenë se në kënd departament shkojnë 2 veta në njërin pension, njërin pushim të lindjes, edhe pse pushimi i lindjes vetëm është 1 vjet, jo më shumë, do të gaboj, do të ndjehet se gaboj. Unë mendoj që nuk është mirë me dëmtu shumë departamentin në këtë vit. Edhe ashtu e ka situatën keq. Prokuroria Jehona Zëvendëskryesuesja e den më së miri situatën kështu atje. Por nëse vërtet e dëmtojmë departamentin e përgjithshëm, atëherë kishme qenë mirë ndoshta propozimi që ta anëtari i vetan që me dalë si transfer dhe pastaj i jepet mundësia prokurorëve dhe pastaj nëse aplikojnë prokuror nga ato prokurori që nuk ka shumë lëndë që nuk e lënë kaq edhe ato prokurori, se jo, edhe i jepet mundësia prokurorisë të melohen Prishtinë me pas prokuror më shumë, por edhe mos më u dëmtu prokurori tjera. Thjesht jam për çdo opcion, por thjesht lëndë që janë në punë, edhe të departamenti në trona tregon që vërtet është gjendja jo e mirë, ka lëndë shumë që janë në punë. Sido që tjetë, kjo është një analizë që unë e përkraj komisionin të që e ka bo, dhe prapë do të jem për ma pak numër të prokurorëve, jo për 4 që ka kërku, sepse vetë kryeprokurori po thotë që 2 kanë më shku, a realisht po i kërkon 4 prokurorë. Paku bile një Faleminderit kryeprokuror që të dëgjojmë një herë Jehonin që hajtë Veç një plotësim në kuadër të analizës që ka bërë prokurori thjesht, do thotë që tani sot veç vendosëm pjesën para 2-3 pikave që edhe një prokuror ja hoqëm departamentit të krimeve të rënda, do të thonë është një ndryshim nga ajo që ka bërë një plotësim. Do të thotë që në krimet e rënda tani kemi minus 1 prokuror për 3 vite tash, sepse ashtu vendosëm, se thamë se do të rezolvohet nga funksioni. Jam do të thotë që mos dëmtohet departamenti i përgjithshëm, sepse ju dini në problemi më të madh në Prishtinë kemi pasur te departamenti i përgjithshëm, edhe mirë që me prurjet e fundit që i kemi thënë të prokurorëve të rinj,
në një mënyrë kemi stabilizuar gjendjen atje që është. Mirë po, me të vërtetë gjendjat në departamentin për të mitur punojnë pa Allahut në drejtësi, si takoj ata kolegë shpesh nga departamenti për të mitur, nuk është gjendja mirë sepse ka numër të madh lëndë. Në gjysmën e lëndë në nivel përgjithësor, të përfaqësuar vetëm nga 3 prokurorë që mbesin është pak vështirë. Dhe në këtë aspekt që ta ruajmë departamentin e përgjithshëm, që mos shkojmë më një herë sepse na dimë që nëse polni konkurs para, domethënë avancim të brendshëm, atëherë do të vinë këta prokurorë nga departamenti i përgjithshëm. Në mbështetje të asaj që tha edhe prokurori veton dhe ushtruesit e tyre të prokurorit shtetit, mendoj që është më së miri me shku një herë me një konkurs për transfer, shkak se do të kemi parasysh edhe me çënjen e prokurorëve tanë që udhëtojnë. Detimi sot është i kushtueshëm. Përveç që është i kushtueshëm, është i mundëpshëm. Tani më veç e shpallëm sot konkursin për prokuror të ri. Nëse bëjmë këtë transfer, ne dimë më qartë pastaj sa do të na duhen Prezident, sa do të na duhen Gjakov, Gjilan, Mitrovici, gjitha këto. Domethënë ta bëjmë një shpërndarje bazuar në gjendjen faktike dhe të nevojave që janë, sepse unë vetë kam udhëtuar kur jam zgjedhur prokuror, do di që udhëtimi është i kushtueshëm, është edhe i mundëpshëm. Prokurori është shumë më mirë që të punojë në qytetin ku jeton. Po, gjithmonë jam në favor të kësaj edhe mbështesi këtë deni qëndrimin tim që nga fillimi. Prandaj, që ta ruajmë departamentin e përgjithshëm, kjo është zgjidhja vetëm për të kohë sa ka prokurorë që janë të interesuar, pastaj nëse ka 1, 2 apo 3, pikërisht në ato prokurori ta plotësojmë numrin kur ta bëjmë distribuimin e prokurorëve të ri që do t'i zgjedhim, do të thotë së shpejti. Pastaj, nëse kjo nuk e plotëson kërkesën e kryeprokurorit dhe në raport me analizën, atëherë duhet shkojmë me konkursin tjetër nga brenda që ti marrin, sepse na prapë dim tash midis departamentit të përgjithshëm dhe departamentit për të mitur, gjendja është më e keqe, më e vështirë në departamentin për të mitur. Ande. Jona? Faleminderit për ftuesën dhe unë mbështet gjithë ato diskutimet që u bën, se vërtet shihet tashmë që edhe 2 prokurorë do të pensionohen në fund të këtij viti në departamentin e përgjithshëm. Nuk me shtu edhe këtë, domethënë fakt, atëherë i bie që numri në departamentin e përgjithshëm përsëri do të bie në Prishtinë, kështu që po besoj që zgjidhja më e mirë do të ishte fillimisht me shku me një transfer, pastaj nëse nuk plotësohen këto vende, atëherë mundemi me shqyrtu mundësinë edhe rekomandimeve të komisionit edhe të tyre cilat janë bërë. Nuk kam diçka tjetër, veç na jemi të vetëdijshëm që departamenti i përgjithshëm vërtet që janë duke vujt, me thonë, në këtë periudhë kohore, për arsye se kanë 4 ditë kujdestari, janë të caktuar në terren e llogaritë, nuk e di kur i punojnë ata lëndë, kështu që po shpresoj edhe që norma do shqyrtohet edhe shumë shpejt, domethënë edhe zvogëlimi i normës për këta prokuror, edhe të hyrjes në fuqi të votit që vazhdimisht i kemi thënë, kështu që po besoj që do të ketë një kompromis edhe një bashkëpunim gjithëve për me e ndihmu edhe për mos me rëndu dikon ma shumë se që mundet atje, se gjithë janë prokurorë dhe gjithë punojnë barabartë. Faleminderit. Kam shtuar gjithë këto e tha prokurori veton nuk është të lashe bën me provu dhe atë mundësi, pse jo, me hap me provu e transfer të prokurorive tjera. Po për fat keq, ju e dini në atë me provu kanë herë, po s'ka nesë, nuk nesë. E tha edhe prokuroria nuk është që vetëm shpenzimi, po mund të është prokurori na është një me provu, nëse tash e llogaritni nga ajo që kanë punë, llogarit sot i kanë nuk ka nevojë të thotë këtë departament për gjithë një poshtë 27 prokurorë. Këto që e tha prokuroria jonë, edhe 2 shkojnë për të. 29. Po 29 prokurori mungojnë ti departament. Nuk, nëse shkojnë, edhe thoni se, e tha këtë besim, nga ajo që tregon donë që i kom punë, vetëm një prokuror shtefë. I duhetëm, ne kemi analizën edhe të ta sjellni në takimin e ardhshëm, shihni sa ka punu, sa punon departamenti i përgjithshëm, me atë njësinë që e ka atë, edhe sa departamenti i përgjithshëm është i ngarkuar me to. Ne sa të dimi, edhe kemi atë analizë, edhe shumë, tash për fat keq që ndoshta do të ishte shumë më mirë ta kemi një rezultat më të madh, edhe me ta 7 prokurorë ta shtetoni tek puna e departamentit të përgjithshëm. Por dëmtohet tani për 3 ose 4 prokurorë të departamentit të përgjithshëm, por 29 mungojnë, do t'i mungojnë më në pak mujve, ne na fota se me dorë me opsione. Ashtë se kjo nuk do të thonë se mos me provu një herë këto që ata prokurorëve. Tam të provojnë, po shkojmë, po do të një kthy përsëri. Po jemi dëmtuar një departament atë shumë. Do të shohim rezultatet edhe të departamentit të dytë dhe të tretë.
Faleminderit. E po dalit një pyetje për prokurorin një tjetër. Me që ne kemi zhvilluar duke ne kaluar në procedurë për krimën e rrona. Se bën analizë dhe atëra po në fakt që këtë analizë dhe pasuese. Edhe ka shkuar ajo pa analizë po. Nuk e di, unë nuk kam. Po, nuk kam bënë analizë, nuk ky komision. Në qërë ma që se nuk profa ka qenë aty kur kemi vendosur me shku me analiza dhe kështu që. Që nuk kemi bënë dhe përgojnë ato Atëre, nuk e di, nuk jam bazë diskutimeve, edhe kur prokurori deshte edhe diçka. Nuk kemi si. Me qenë se edhe prokuroria e vona edhe sa po çoj diskutimin që po bëhet, nëse shkojmë me avancim, atëherë ka mundësi me dëmtu departamentin për të. Nëse shkojmë me transferim, atëherë ka mundësi me marrë jo vetëm prej departamentit për krimet rënda, ku parashihet që ka me pas tepër shpeshheror, me aplikuar dhe dikush prokurorie tjera dhe besoj që në çdo variant i vjen më mirë me u leju transferimin se sa avancim. Po ishte mbas propozimit tuaj edhe atëherë besoj që është arsyeshme me qit në votim për transfer për 2 pozita, për 2 vende. Për 2 pozita, po provojmë, të qesim për 2, 3, për 2, besoj është i ngarkueshëm, konsultuar edhe me Jonin edhe me ky prokurorin. Po shkojmë me 2 njerë, peshojmë, edhe atëherë. Atëherë edhe votim kush është me u shpall konkursi për transferim në 2 pozita në departamentin e përtitur të Prokurisë Themelore në Prishtinë. Ka prokurit tjerë. Edhe nga Prishtina, po kunder dhe absenim nuk ka, atë me 11 vota për, dhe më thonë shpallet konkursi për transferim nga prokurit në departamentin për të mitur të Prokurisë Themelore në Prishtinë, për 2 pozita, shpallet do t'jetë hapur për 15 ditë duke filluar nga data 5 maj dhe me datë 19 maj 2025. Po, nga prokurit tjera, e precizojnë. Po, si pas rregull. Atëherë, unë propozoj me qenë se ora ne, dhe bëm një pushim për drek, edhe atëherë jo ta kem për 5 minuta as mujnë, po 45 minuta, në ora 1:45 vazhdojmë lera, dërpet pandet.